Bie nga shtylla elektricisti në Kuçov transportohet drejt spitalit. Një 58 vjeçar elektricist është rrëzuar aksidentalisht nga shtylla tek nën stacioni elektrik në Kuçov. Mësohet se 58 vjeçari është transportuar në spital nën kujdesin e mjekëve. Kuçov, informacion para prak. Rreth orës 15 tek nën stacioni elektrik në Kuçov. Dyshohet se aksidentalisht duke punuar është rrëzuar nga shtylla elektrike shtetasi VK 58 vjeç, i cili është transportuar në spital ku po merr mjekimin. Grupi jetimor po punon për sqarimin e rrethanave të ngjarjes, njofton policia.